Mirë mbrëma Ajtuse. Qa ka ndodhë? Ku është Ahmeti? Ju ka aktivizu pajisja? Qatë punë jem të vëbollë, në? Qëfar punë? Po jem të e lyj babin, nuk veqe. Kur nuk është petari këtu, unë jam përgjithësi tina. Po të kuptaj, Flamur. Jo përse që jeni të kuptu heq. Që të kuptu se me kuptu e këshit pru njerin në shpesë e këshit lanë jashtë. Nuk është i smutaj që me dalë me haru më këthy të shpia, po kupton ajnë, normal jo. Qopën e kemi që për ekzaminem, duhet me prit tash pak. Mel, që të sen s'pat, për pos që Flamuri edhe Trimi kanë shku në veri. Unë e tjetër sen nuk poshtë, nuk e di që është në ebë që kjo avantash. Qëfar avantajë ka këto? Sa kesh pula në recepcion, thënë dikush e ka pagu 50.000 euro sa për me nisë. Zëri ma zhvalloj, mizim. Gëtem. Edhe nuk kam fëqi me vra, një jetonin. Granit, nuk ka ndjenja këto. Dush me punu pa ndjenja, Allah. Sasha mundet mu marrë me djallin e Ahmetit. Veç duhesh me qu deri në spital. E shko edhe dush më këthy më i fort. Shërahu. S'kam nevoj për ty. Jem kanin nga shumë i dopë për ty. Petari po dënë me vra tash jetonin në spital. Ani, qka o ploni? Qka e thati atina? Tash është tina mjeshtrin e kësaj pune në mes. Edhe na jena në qendrë. Na i kontrollojna krejt këta. Pse porrën policia të na? A kena bona i sën keqa? Qka? Jo, bo. Jo. Qështu kam su bavi. Policia gjithmonë janë për me na mbrojt. Po? Prej kujna? Qka din ti para Domir? Unë di shumë sene, Ivan. Këtu e kam një dosje që folë për Radoimirin. Qka po folë ka para Domir? Në detaje. Ja, më falë, doktor, që po të pjës, po... Nuk është që të këmë pa ma herët, a i ri, ta? Po, jo më vërtet përnojë në pusht, po e marrë me ndërru një kolegë. Dhoma është 207 kati të retë. Po. Kati tret. Dhoma numër 207. Më falë, doktor, po më ma herët më thanë që i këmë nëshu krejt dokumentat, nuk është që ka nevoj me nëshu më najsen. E di, po jenë edhe disa dokumentat që duhen pa të më nëshkru. Ashtë për këqyri.
Jeton shoku. Nështë ma mirë me thirë, jeton vllau, se ndryshe nuk shoh ma për pas si vlla. Ja dollëm. E pse dështum disa herë për më në fund ja dollëm. Vlla, ti po nisesh më shëru. Po nisesh me pa prap dritë. Ata thonë, drejtësia vënohet po prap vjen, kështu që herë të ti. Se ti e meriton. E meriton me pa prap dritë me sy. Pavarësisht gjithçkaje, jeton, ti na mësove se qysh pas më dërzu kur. Ti më shtine me pa ndryshe jetën. Ti më nxorre prej errësire. Shko. Shko e ktheu i fort, sepse di që ti ki mu kthy edhe më i fort. Shemi, vllaçka. E vllavja, ne pas mundësina. Qa s'kisha pjef. Veç më konë qëtu ku jeti. Shmi ndru vëndet. A përshes si kem dorna. Mo hajde dush më këthy me atë sharmin tëndë. Kemi lonë shumë punë pas gjithë. Nuk mujmë po ty. Son as gzimi, as baba. Ti dush më shëru, më ardhe i fort. Më shëru për shqiven tonë. Për babën, më më shumë ti për veti. Falë. Tash po të këroj fali. Ju sill kesh me ty, po. Kur s'ka më ndodhë më. Këte më mirë, dhoj. Ja, jeton. Gjithë këmë najtë ngatë, be, jeton. Shkëm pas nëjë mundësi tjetër, me bo pas me të najtë ngatë dhe me priti t'i qelë sytë. Qa me bo? Tash që ma t'je ngatë me të baka i qilë sytë, po s'ka rëndësi kemë, rëndësi është që po shkanë. Edhe këtheu ma i forë lovë jam. Këtheu të familja jotë. Ke di që as ti s'ki qef më shku. Ke ti që s'ki qef më lërgu, se ta një shpirtin, po... Shka, shërau, këtheu i forë, se që është i forë t'i vimë familjes. Vëllah marë vëllavja. Shihemi jetën. Shihemi kësmet shumë shpejt. E tash? Qka? Tash, a? Nuk e di, Hagji. Me rëndësi me jetonin ja dollëm. Për tjerë nuk e di. Qa po boj me trupin? Trupin do të me rahatu dikën. Po njerë do të me shku të petari, e mas në Hagji, shkujmë shpi. Të bocë, jo? Të bocë. Nuk kem shpi tjetër në mu. Që ta kem shpi, familje. Ja, as të rekt. Shkojmë. Gjembe. Sa doza pejton? 400. Valla kja asë nuk I ka marrë më shumë se 50 doza. Vallaj. Nësë jam laki, o Ivan, Ardiane ka me emrin.
Mojnë men. Nuk mujtë që ka shumë doza me të siguru. Njerë mujtë 200, pak ma vonë edhe 200. Sot bishën e shes. Kam rrjedhin shumë të mirë. Unë të tërkujnë më nuk i shes në Kosovë. Marrveshje është marrveshje. Marrveshja, po edhe ti duhesh me pru informacione për hyrëtësisë të Kosovës. Marrveshje është marrveshje. Qartë si kur kristal. Kretë kemi pos, një ka një. Okej. Pagesën për dozat? Mil. Po. Sa është doza? 350. Lage ka pos 500. Që ke ki pagesën, por 200 doza. Dhe më se për mërë më lake. Flamur, hajde, shkojmë. Këtë procedurat e kemë krytash, s'na ka mejtë kur gjë tjetër më këtu. Mirë. Inshallah vjen në kundë veta ideal. Po vjen me kismet, kom veta. Hajde tash, shkojmë Flamur. Flamur. Atë shumë shpi Flamur. Hajde dhe Flamur. Ku më shku gëzëm? Më ka bo ka e shpi. Baba sërë. Po e di Flamur, po nuk mujna me nejtë edhe këtu ma. Hajde tash shkojmë. Flamur. Hajde. Okej. Haqim, po shketa shumë me kërë tjetër të petarin. Shihemi kësmet shpejt. Okej, vlla, veç kujdes shumë. E di. Po me petarin duhet me vepru shpejt. Për ndryshe, rrezikojnë gjithë shka që kemi bo deri tash. E di, s'kemi zgjedhje tjetër. Po kësmet, rregullohet edhe kjo shpejt Haqim. Edhe kësmet son të shkojnë atë familja, edhe i kallëzojmë krejt senet. Kur të kthejnë ona me trofej. Nuk di vlla është kohë që më rreziku ti sonte vetën të petari. Nuk kanë qa me hub mo. E pres momentin e duhur edhe e bëj. Këmë se t'ju mirë atë rend. Okej, Lan, nëse shen që nuk bëhet. Mos rreziko vlla. Okej? Pritëm sonte. Edhe shkojna bashkë të Ahmeti. Hajde. Shihem. Edhe shim. Bab? Flamur er baba. Bab? Zem, Ku ke mërë bubur? E mirë. Qa u bo me ty? mirë. Mirë jam, që shpo më sheni. Mirë jam une. Që je mirë, be babu, ku ke mërë burë? S'ka rëndësi njëherë ajo. Që shë jetoni? A keni nisë për Gjermani? Mirë, mirë. Gjithë shka ka shko mirë, baba jem. Ka më këthy moj fort, bab. Po. Po hi po pushaj pak. Natën e mirë. Natën e mirë. Jo e gjeta? Jo, e pa ashtu ardhë rrugës të shpe edhe i bona shoqëni deri këtu. Qa ndodhë thasha e arrësonja? Jo, Flamur, nuk e arrestojmë. Nuk e kom njoftu kërkan, zyrtarisht për këtë punë. Veç na e dina, unë edhe jo. Boll të lashe kene nuk e nevojë edhe për një ekstra. Të di shumë për nderë. Faleminderit shumë. Në zonja atu se të di për nderë që a ke po për babën to. S'ka nevojë. Nuk e merita në njëri me hinë burg.
Faleminderit shumë. Po hynë të baba qëtë. Matër e mirë. Qëta? Faleminderit. Kryti falënderimet vllavet. S'pi kam qarë dësa në ishë. Çka? Që ky rasti me babën sonë dhe pak. Merr vesh krejt, me kohë, flamur. E kjerë këtë orë në shpi e ti të e përcjellë dhe qërë. Po, Pa logjikshme. po, e vërtet. Po shkojnë e flamur. Natën e mirë. Natën e mirë. E me gjakun shpi që obo? Nuk ka rëndësi tash flamur. Rëndësishme është Ahmeti ka ardhur në shemi në shpe. Tjerat s'kan rëndësi. Natën e mirë. Natën e mirë. Hajde, Granit, hajde, ullu. Raki? Bir? Jo, faleminderit, nuk po moj. Tash e ke kry punën. Mundesh me pi. Kam e vëzit, Petar. Kam këgja rrugë. Qyshe? Mirë, Petar. Nuk e prita që kam harë këtu me nova në depo, si gjithmonë. Granit, kjo është villa eme. Këtu rri veç me njerëz të besueshëm. Gazivoda është shumë afër. Shumë mirë. Pas ke villën e mirë. E di, e vërtet. Merë diçka me hongër, merë. Jo, nuk po moj. Unë veç erdha me të regu që puna me djalin e Ahmetit kry me sukses. Po ma e di, po. S'kem që ka folën për atem tash. Pagesa? Kush? Pagesa. Ivane, daj mu parë. Po besoj që nuk ka më diçka, po largona, dhe ashtu u bovon. Jo, Granit, që ka e të volë. Na kemi me festu, me në gjithë se kom prit kërdit. Kena vro Ahmetin, djalin e ti. Duhet gjithë qysh me festu. Apo do me pi nesën tjetër? Pak ujë. Qëto, Mil, si ti kena qëto krejt kena mi posë, pushtetin e krejt. Tash është se kusës Mili. Jo, Mil, aksion, a? Qka tash? Tash a? Klientat bëna presin edhe të edhin që nuk bën shumë milion me prit. Hajde, Mil, mojsh. Hajde.
Nuk është mos rakia si kur përpara. Thjesht pepi ma shumë për shkak nostalgjis. E të gëzuar për Ametin edhe për djalin e tina. Hajde gëzuar Petar. Gëzuar Petar. Interesant Granit kjo raki. Po ma kujton luftën Granit. Kujtot një rast në 88-ën. Thjesht ishim në një teren në rajonin e Tërnicës. Kishim shtëpiat të shqiptarëve për ballat. Ne vëzhgojshim. Edhe një ditë, prej ditëve, po del një vajzë e vogël. Rapojke në përobor. Me një shamit barë në dorë. Pa rrezik për neve. Pa anë. Po dikush prej kolegëve tha, pasoj, vjenu që kaja. Po mon nuk vrapoj ka jo vajzë. Unë nuk e kum vra. Po thjesht e kum vëshgu situatën. Që ka lidhja një vajzë dhe të 11 vjetë me u qëkën? Dyshim bre, nuk e di as kush e tha atë laf, po thjesht kishim nevoj me bo diçka. Nuk na urreke ka njerë, na vyk adrenalin. Veç për me thy monotonin. Gëzuar Granit për atë vajzën me shamit bardhë. Nuk për kuptoj pse gëzuar për to. Se kuptova na nuk jeton mu. Për shpirtin e saj të bardhë, ajo të pakten e meriton një gëzuar. Gëzuar. Gëzuar Petar. Gëzuar. Edhe nuk është veç kjo, Granit. Pas asaj vajzës, erdhen edhe dytë më shumë. Edhe një gru, që me shumë gjasa u konana vetë. Mandej, Ivani tha, pse me lona të vajzën me shku vetë në atë botë. Duhet me pas edhe përcjeli, dikush duhet me përcjell. Ajo nuk është vetë në atë botë, Granit. Edhe Ivan, që ka ta mërmenja u kona e nëna vetë, garant u konë. Unë besoj që kom bo mirë. Kom bo mirë që nuk e lash vajzën vetë. Po besoj që mjaft festum. Po largonam Petar. Një rast tjetër unë kujtohet Granit gjatë luftës. Kom pas shumë kujshi shqiptar. Edhe Kape, Luan. Luan, kape. Luan, kape, kape. pranverën e vitit 1998, dikun në maj, kemi fillu me zhdukjen e parë të viktimave. Kujtohet një rast që unë ku marrë pjesë aty, me një fshat Trenicës, u thirke Novi Poklek, pa që ashtu dishka i pa të marrë, nën burrat ati fshatit, edhe i pa të pështuk. Së da saj dite nuk gjindën. Arsyeja u konë që zavez komandanti jonë, Lutka, ka pas me shku deri në Komaran. Me gjetë një arsye, u që ka ja ka sulmu. Për sa me jinë aty, kjo ka qenë arsye. Kotë. E është gjallë, Lutka. Jeton në Serbi, është polic. Kujt ka me dhonë llogaria, kush ka me marrë në pyetje? Kosova? Politika, Granit. Gjithë shka është politika. Kush kish me thonë që unë sot pi këtu me shqiptarë? Mas krejt aty në senev që a kemi po këtu, ha? Nuk po kuptoj se krejt kjo muhabet. Për të tërsenin orë këtu, jo për luft. Jo, Granit. Nuk është për diçka tjetër, besom Granit. Në temi jemi. Nësë po kuptoj kur që vro.
Unë po mendoj që ti kupton ma shumë se sa që dukesh. Ndoshta edhe nuk kupton. Po thuaj, Ivana? Ke di? Mu edhe me gabu. Bob. S'pa thirë me të bo shoqni. S'ki gjumë asia. Jo, edhe pik gjumin sy s'kam. Ku me pas gjomër, ba. Mas tonë këtë me ndëdhive. Po bilet pak të në tash e kem një farë shprese për jetonë. Meriton a gjallë. Meriton mas shumë t'i pej neve. Po. Po më tregon diçka, Bobush. Qa ki? Qa po të mëna? Nuk më tregova as ku ke. Ka me ardhë kohë. Ka me ardhë kohë të në sene, flemur. Cila kohë, Bob, se s'po kuptoj. Kime i kuptu të në flemur. Veç duhet me prita pak. Edhe një tregim, Granit, për një plak, nish. Kish pas një qanë, i besejke shumë. A qanë i rike dite natë të dera, e rujke derën e shpis. A plaku, jep ke ushqim, uj, gjithë shka. Një mëngjes, qohet edhe i gjonë dy dele, para derës shkyme. Qyrë qanin të rrit me gjak, po nuk besejke. A i plaku prap, vazhdoj kemi besu qanit. Jepke, strehim, ushqim, gjithë shka. Edhe një mëngjes, u qu dhe i pa gjysën e deleve, qkyme, të mëta. Tek qyrë qanin, qani dhëmë me gjak. Aty e kuptoj plaku që qani që e rujke derën, filloj mi kafshu mrena për mrena shtëpis. Shtu që të radhtari, Granit, nuk vjen me armë, po vjen me butësi, me qetësi, me mirëqenje, e të kafshon për mrena. E ti nuk e një dhimtën, kur të kafshon, po të vjen i noti. E plaku, që ka boni me qenin? A e ka mytë? Kalon lidhën. Derisa i ka dalë shpirti, pa buk, pa uj. Ku po dhe me dalë me këta, Petar? S'më besë mua, po. Pse nuk mi numëron pare që të dhamë? Nuk ka nevoj, një besaj. Jo, njehi. Është mirë, thojnë ata, që t'i japin parët me një nërsi tynev.
është kjo petar? Ku është Sasha? Me ty ka qenë, se nuk jeni ardhë bashkë. Nuk e di, unë e kom kryu thjesht punën teme dhe jam largu mos më po familje. E Milani kosht. Edhe erdhë me ty e në fshat për me vra Hametin. Për nuk u këthymë. Ajo kanë pjesën tjetër katunit të rujt. Në që kom vra Ahmetin edhe jam largu sa më shpejt. Zorane! Dođem! A i di qka thot kjo? Kjo thot që e ka po gjallë djallin e Ahmetit, jetonin. Në kerë të ambulantës. Të e qu për në shërim për në Gjermani. Ky ka ardhë në spital dhe ka vëzhgu situata. Granit, unë jem qaj plaku, që i kum besu qanit. Hacı? S'ka ardhë Leoni hala? Jo bre, u vanu shumë. Ka pas ka herë më ardhë. Ti. Qa po ta mërë menja? Nuk e di. Kur s'ka najta shumë të Peter. U duf më ardhë ma heret. Leoni është shumë i sakt. Ja ka njësë më shqetësu. Që është të dhënë? Qa me bu nëse s'vjen? Të shojmë. Presim edhe pak. Rimo, Mirë me gjatë, Flamur. e ke pushu? Mirë me gjatë, Flamur. Faleminderit. Qa ke bo? Hiq. Qashtu të morë me dorë punë. A ka na i lajmë për jetonin e jo? Jo, diçka për pas që kam rrinë në Gjermani, mos së më lajmëron kur gjo. Mirë dhe. Baba qysh është? Mirë është, mirë. Veç mirë ish bo që është këthy. Po, mirë shumë. Shumë mirë, pra. E qka ki ti? S'ko ke diçka mira, apo më duket mu?
Se më e menë kur im konë mirë, o trima. Pa e di, Flamur, e di. Thash më s'ka ndodhet diçka tjetër prap. Baba, po më shqesëm pak, besëm të natën, s'kom flesh, po. E pse çka ka ai? Nime, a e vete ku o kona, ku ka nejta? Qatë përgjigje për lypi edhe unë në trim, po s'po të regon, si më ka di, s'pëgjej. Qysh mor burra e ke vet? Ku o kona, ku ka nejta, çka ka ba? S'po të regon, po thot që e mërë një vesh shumë shpejt. E Flamur, ama si e ka menon që... Jo, trimës. E miro ka do këtë kështu, po... Ka ra shumë më koni mërzitum, tash e ka edhe mosha, e... Pak po tutna që mos mërzia i ka bo dom. Ka mund si, Flamur. I shkreti... Qka s'ka pa, kohët e fundit. Sidomos me jetonin. Qashtu është. Perë me jetusën për unë. Ka dal, jetusja ka prua? Po tha që e kom taku rrugës. Si unë ka di. Ka bo kryt mjegu, s'po mu jas me analizuas. Këtë mu ka fështjel kryt. Qka s'bo më kia? Ka dal, Flamur, se ma ke bo kryt tash lamsh. Ti e ka menon dhe e ka dyshon që jetusja është të më shef diqka për babën ton që s'osh mirë, e po i ven keq me të kallëzu ty, a qka mërë burë se fort ma ke pështjel. Krej që topi kom krytrim, po më vinë ka menja po më silën, po qka s'bo më ki? Alo, Nebojša. Kak si dobro? Pa eto, dobro. Dobro, došao sam na severu, na Zubin potok. Jesam kod moje vikendice. Ja sam tu, pored bazena. Kako je, šta ima novo? Ništa, Boga mi. Jesam. Bio sam u Beogradu. Jeste, imali smo sastanak sa predsjednikom. A on hoće da stavimo barikade na severu, na putu. Jeste. Nebojša, imam jedan mali problem. Sećaš li se onaj saradnikog našog Albanca, što radi sa nas? Saradnik naš. Što radi on? Jeste. Nebojša, mislim da on nas je izdao. Jeste. Samo hoću da te javim. Mislim da je izdajica. Da. Uhvati smo ga. On je u našim rukama, jeste. Samo hoću da ti javim. Dobro onda. Ajde, vidimo se, prijatno. Pozdravi sve tamo. Ajde, čao. Flamur, ju pruna fëmijëve diçka. Mora vesh diçka sot për Ardianin. Qashtu? Ka një treg të zi të barnëve prap. Me lakina, me që të ratharin, po? Jo. Vete ka të ratu lakin. Tash dora e parë për Kosovën për që të barna është... Ardiani. Pisikës. S'pritën punë të mira prej ti, o trim. Jo, nuk pritën. Ka dzej një ishk bashkëpunëtori jem.
E ka ndru komplet sistemin e tregut. E ka prish rrjetin e vjetër, ka ndreq rrjet ri, veç për veti. Qysh ashtu? E ka shfryzu çdo lidhje që ka pas më herët me bashkëpunëtorët e tij. Edhe pse ata nuk kanë punu këtë punë, po i ka aktivizu, i ka shtimi shit barën në tregëzi. Gjithë qka ka prish mbrena natës. Kjo nuk ka ndodhë prej kohës që Llaki ka hyrë në këtë biznes. Qapi vjen kjo që ka që i fort është taj pisa? Po, është i fort. Po jo ka që i fort me ndru mbrena natës gjithë qka. Veç pak se unë së është që i marrë vesh të punë, po a i është dash me pas dikon ko gjatë fort. Me i boton këtë punë. Aja nuk diskutohet që ka pas dikon të fort. Ose ka po marrëveshje direkt me tipin atje në veri. Mas shumë të prej atje luhet loja. Kër ai tipe vendos mos mi shit kur kujt tjetër përveç njanit, këtë rast Ardianit, dhe dihet. Përveç kësaj, tregtarët e vjetër nuk i ka furnizu, veç këta trit që ka kriju rrjetin me ta. Nesër. Se kom plan më nënë. Kom e njek deri sa ta shot deku. Bile tash i kom durët më shlirë, si kom të lidhë ta mo, sa jeton në Gjermani. Po flamur, po do me pas parasysh një gjase. A i me këtë levizje është bë kogja i fuqishëm. Edhe ka fitu shumë për këti biznesi. Sa është gjithë shka pare atri ma. Sa është gjithë shka. Më lejfin që e komune për ta, nuk e lanë me asni pare, e asni shmim. Përshëndetje, zonja hetuse e ardhshme. Shumë shpejt. Po mos harro që kur të bona tamam hetuse, të ne nuk kam punë më me ty. Pse? Po ti bashkë atë në duesh neve, se ki kompetenca më të mëdha. Atëherë punoj tamam që duhet. Aha. Ti e paske zgjedh rrugën drejt asaj pozite. Po kur të bosh hetuse, tamam hetuse, ki ambicie më të mëdha. Po mos harro se ambicia e madhe mundet edhe më të vërbu. Nuk jam ardhur me mojt moral këtë, sidomos ti. Une nuk e shoj dorën që më kam mësu. Kokën disponim, zotri kriminal. Mos harro se kush je. Dallojmë shumë unë e ti. Moja me në këto. Nejse, qa kemi të re në rrëth informatave? Në këtë USB, i ki krejt informacionet që i ku mor pe laptopit të ortës. S'kom pas ko me i kontrolu se mu ka dash me vepru shumë shpejt. Po besoj që mrena kësa USB-je është informacioni për bashkëpunëtorin sekret saj. Wow! Kjo është super bombë. Edhe këto informacione i ki, jënë të fotografume me telefon. Besoj që ju duhen, edhe ju hinë puna i sen. Super lajmë. Kjo është pra zonja hetuse, ose më falë, por zonja hetuse e ardhshme. Edhe mas një kohë aktivizohet shokën të në polici për me i kartën. Informacione besoj që kitë mjaftueshme. Të kryj me ki këtë punë. Okej. Ka konë të rej? Pola me njanin prekëjis.
Në çka thanë ata? Kere lanet është lanzojnë për tokë të villa petarit. Jo bre. Me siguri pas ka ndodhur diçka tina. Se ka pas më kthy prom herët. E di që ka pas. Nuk kena qa me boj, kena dur të ledha. E di. Me siguri diçka i ka ndodhur atina. Se kur nuk flenet shumë të pete. Ka diçka. Hala ma keq. E çka tash? Njëni prej njerëzve kryesor të petarit është lokalizuar në spital të jetone. Kur? Bashkë atë kur ka pas më vraje tone. Në një më përma thot që e kanë që me kontrolu. Puna në Luanët, spital. Sa është ashtu? Se di. Kako je, šefe? Šta ti misliš, Ivan? Zašto? Kako zašto? Za Granit. Jel misliš da on radi za ono agenciju, takozvani AKI, kao agenat, ha? Ja od početka sam ti kaže, gospodine. To je nekoj tajan agent, ali ti ne mi vjeruješ u mene? Ne sviđa mi se ovo uopšte. Zato je došao on u Severnu Mitrovicu da gleda situaciju. Pa ako nešto se dešava, će da dođe specijalna jedinica ovde. I fit, kako ono. Mi nemamo tako snagu da se bavimo s njim. Zato ne sviđa mi se uopšte. Ja od početka ne sam želio da ulazim na oferke, gospodine. Šta da radim? A što ti misliš? Ja mislim da najbolje da ga odvedemo u Srbiju. Tamo imamo naši ljudi. Imamo slobodne ruke. Radit ćemo šta god hoćemo s njima, a? Pusti mene ovo posao, gospodine. Ja ću završiti. Ivane, 100 put si mi rekao, završit ću ovo, završit ću. Nisi završio. 100 put si mi rekao. Ti od početka si imao mržnje za Ametom familijom i za Flamorom. Ali ne si bio sam. Kako ti pričaš s mene tako? Sram te bilo. Sram te bilo, Ivane. Nemoj da pričaš mene tako. Ajde sada. Van, nađi ga, Granit. Šta je radio? Ko je? Odmah, nemoj da sedeš, odmah da nađeš. Dobro. Idem, gospodine. I nemoj da koristiš ništa. Imaš slobodnu ruku, radi šta god hoćeš s njim. Samo nađi. Šta je radio? Ko je? E qka do me bota shtem, si shka jetonin në Gjermani. Qysh më mendon çka kam me bo? Do me najt këto, a do mu largu. Nuk e di, Flamor. Më besoj se nuk e kam menu këtë pjesë heq. Nuk e di. Janë ti ndash rri ndash shko, veç. Unë e kom plan mu përballë marrëdhënien. E di, Flamor. Ta them të drejtën, po më duket vetja si pjesë e familjes juve. Sikur i përkas sa do pak. Nese. Nuk e di, Flamor. Në është arri. Me ty nuk më ka ra shumë me folë për jetën tem private. Unë nuk kam familje.
Tamam familje nuk kam. Bab, nan, vlla, motër. Se pas në ditë, që ka ndodhë? Jam kon një vetë një familje. Plentemi veç më kënë pas. Të dy kanë vdek në aksident. Ku jam kone edhe unë atë aksident. Po më kam shfëtu. Masa ne me ta vetë. Shumë po mi ka keqë. Sinqerisht se kom ditë. Mos ki dertë. Se nuk në ka ra me folë shumë për këtë tema. Po qysh ja ki dala, ki pas kanë më kujdes për ty, në i migja, dikana. Për një kohë gjatë më ka rritë migja, derisa përfundoj në burg. Masanej unë e more biznesin e ti edhe u dhe heqe. Unë më shumë jam rritë rrugëve se sa në shpi. Nuk i di ndjesin e prindve, që është me të përqafu. Se dhe pas ka po jetat fort atë rëma. Po, thëmë njëhu si pjesë e familjes tonë. Të na keme pas derën qelë, gjithmonë. Faleminderit Flamur, të rritë ndera. Përshë si kur me pas nëj halë të madhë kërë. S'po ti qëfar halë i mundet me pas, më rëzim. Jetone shkoj në Gjermani, pa ti qka o ka e më nëmë fartë, pa qka se më ka ti. Nese, Flamur. Unë po lëvizi. Okej, të. Se ata thënë, armiku nuk flenë. Qështu është? Edhe na nuk do të me flejtë. Kështu që unë po informohem për Ardianin për çdo gjë. Janis, ta është bashkon në dhone, ti lejmëron mu për çka do që ndodhë, ha? Obo? Në rregull. Qut për cilë. Bab, Flamur, sa më thërën për i spitalit për jetonin. Ka thanë? Thanë që sot mëngje se ka kryu operacionin e ka shku gjithë shka mzim. Fort mirë këtë ka bo. E kom ditë që e djallë është i fortë. Po. Nuk dorëzot ledhaj. Së është gash, bab. Më në fund një lajmë i mirë. Pac. Ku është Luani? Ku është Luani? Luani s'ka ardhë. Bab, që o ka bot me Luane, s'po marrë vergjo. Flamur, ka ardhë koha me i di do sene që nuk i ke ditë as ti, as kërkush.